8 fjalë që prindërit nuk duhet t'i thonë kurrë. Mirë se vini në këtë video të rëndësishme për çdo prind, kujdestar ose njeri që dëshiron të kuptojë ndikimin e fjalëve tek fëmijët. Sot do të flasim për 8 fjalit ose shprehjet më të dëmshme që prindërit mund t'u thonë fëmijëve të tyre, sipas psikologjisë së zhvillimit. E dim të gjithë se fëmijët janë si sfungjerë, ata thitin çdo gjë që dëgjojnë, veçanërisht nga prindërit. Mënyra se si flasim me ta sot bëhet zëri i tyre i brendshëm nesër kur të rriten. Ky zë i brendshëm mund t'i ndihmojë të ndihen të sigurt, të vlerësuar dhe të aftë, ose mund t'i bëjë të dyshojnë në vetvete, të kenë ankth dhe të luftojnë me vetvlerësimin për vite të tëra. Në këtë video do të trajtojmë se cilën nga këto 8 shprehje një nga një. Do të shpjegojmë pse është e dëmshme, çfarë ndodh në mendjen e fëmijës, cilat janë pasojat afatgjata në moshën madhore dhe, më e rëndësishmja, çfarë mund të themi në vend të saj për të ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme. Kujdes, askush nuk është prind perfekt. Qëllimi nuk është të fajsojmë, por të ndërgjegjësohemi. Fjalët mund të falen, por rrallë harrohen. Ato lën gjurmë të thella në zhvillimin emocional të fëmijës. Le të fillojmë. Pika 1. Çfarë ka që nuk shkon me ty? Le të fillojmë me shprehjen e parë. Çfarë ka që nuk shkon me ty? Kur një fëmijë tregon interes për diçka që prindit i duket e çuditshme, si të luajë me kukulla nëse është djalë, ose të dëgjojë muzikë rock nëse është vajzë, ose kur ka një personalitet më introvert, më krijues ose thjesht ndryshe, prindi mund të thotë me inat, çfarë ka që nuk shkon me ty? Kjo shprehje e thjesht duket si një pyetje e pafajshme, por në realitet sulmon thelbin e identitetit të fëmijës. Fëmia fillon të mendojë, ndoshta vërtet diçka nuk shkon me mua. Ndoshta unë nuk jam normal. Ndoshta nuk jam i dashuruar ashtu siç jam. Psikologjikisht, kjo dëmton vetvlerësimin në mënyrë të thellë. Fëmia pushon së pranuari veten siç është dhe fillon të maskojë interesat e tij për të fituar miratimin e prindit. Me kalimin e kohës, ky dyshim bëhet zë i brendshëm që e ndjek kudo, në marrëdhënie, në punë, në zgjedhje jetësore. Pasojat afatgjata mund të jenë ankthi social, vështirësi në formimin e identitetit të fortë dhe një ndjenje e përhershme se unë nuk jam mjaft i mirë. Si alternativë, në vend të kësaj, provo të thuash, më trego më shumë për këtë që të pëlqen. Është interesante si mendon ti ndryshe nga unë. Kjo i jep hapësirë fëmijës të ndihet i vlerësuar dhe i pranuar. Pika 2. Nuk kam kohë për ty tani. Shprehja e dytë është, nuk kam kohë për ty tani. Nëse kjo thuhet një herë, mund të jetë e kuptueshme, prindërit kanë jetë të zënë. Por kur bëhet zakon, fëmia fillon të ndihet i padëshiruar, i neglizhuar dhe i vetmuar në shtëpinë e vet. Në mendjen e vogël, mesazhi është, unë nuk jam aq i rëndësishëm sa puna, telefoni ose çfarëdo tjetër që po bën prindi im. Kjo ndjenjë neglizhence krijon një plagë emocionale që shfaqet si ankth i braktisjes në moshën madhore. Fëmijët që dëgjojnë vazhdimisht këtë shprehje mund të zhvillojnë varësi emocionale, vështirësi në kërkimin e vëmendjes së shëndetshme ose, përkundrazi, tërheqje totale nga marrëdhëniet. Çfarë të bëjmë në vend? Edhe nëse je vërtet i zënë, thuaj me butësi. Tani jam duke punuar për diçka të rëndësishme, por pas 20 minutash do të jem plotësisht me ty, më premton të luajmë bashkë. Kjo i tregon fëmijës se është i rëndësishëm, edhe nëse nuk mund të jesh menjëherë. Pika 3. Do të dëshiroja të ishe më shumë si. E treta, do të dëshiroja të ishe më shumë si vëllai yt, si shoqja jote, si kushëriri. Krahasimi është një helm i ngadaltë për vetvlerësimin. Fëmia nuk ndihet kurrë i mjaftueshëm ashtu siç është. Ai fillon të konkurrojë me të tjerët, zhvillon xhelozin ndaj vëllezërve ose motrave dhe beson se dashuria e prindit është diçka që duhet fituar me merita, jo diçka e pakushtëzuar. Psikologët thonë se krahasimet e vazhdueshme krijojnë një ndjenjë inferioriteti që mund të zgjasë gjithë jetën. Në moshën madhore, këta individ mund të kenë vështirësi në marrëdhënie, të jenë perfeksionist ose të kenë frikë nga dështimi sepse nuk janë si ai apo ajo, alternativa e shëndetshme. Çdo fëmijë është unik. Ti ke cilësi të mrekullueshme që të bëjnë të veçantë. Jam krenar për ty ashtu siç je. Pika 4. Je një zhgënjim për mua. Je një zhgënjim për mua.
Kjo është ndoshta një nga shprehjet më shkatëruese. Kur një fëmijë dëgjon këtë, sidomos pas një gabimi ose note të ulët, ai nuk mendon vetëm se ka dështuar në atë moment. Ai mendon se është një dështim si person. Kjo krijon frikë të madhe nga gabimet, duke e bërë fëmijën të shmangë rreziqet dhe të mos provojë gjëra të reja. Marrëdhënia prind-fëmijë merr një barierë të padukshme. Fëmia fillon të fshehë problemet e tij nga frika se do të zhgënjejë prindin përsëri. Në të rritur, kjo mund të shfaqet si vetëkritikë e ashpër, depresion ose vështirësi në pranimin e suksesit të vet në vend të kësaj. Jam i zhgënjur nga ky rezultat, por jo nga ti si person. Le të shohim bashkë si mund ta përmirësojmë. Pika 5. Pse nuk bëre më mirë? Pse nuk bëre më mirë? Sidomos kur flitet për nota, sport ose aktivitete, kjo shprehje e kthen fëmijën në një perfeksionist neurotik. Ai fillon të besojë se vlera e tij varet nga rezultatet, jo nga përpjekja. Çdo gabim i vogël bëhet katastrofë në mendjen e tij. Pasoja, ankth performancë, vetvlerësimi i ulët dhe një cikël i pafund kritikash ndaj vetes në moshën madhore. Alternativa, jam krenar që u përpoqe. Çfarë të mësove nga kjo? Si mund të bëjmë më mirë herën tjetër bashkë? Pika 6. Sepse ashtu them unë. Sepse ashtu them unë. Ky stil autoritar pa hapësirë për dialog. Fëmia mëson se mendimi i tij nuk ka vlerë. Ai ose bëhet i nënshtruar dhe pasiv, ose rebel dhe agresiv ndaj autoritetit. Në të dyja rastet, zhvillon probleme sociale, vështirësi në komunikim, frikë nga shprehja e opinioneve ose agresion të fshehur. Studimet tregojnë se fëmijët e rritur me stil autoritar kanë më shumë gjasa të kenë probleme me marrëdhëniet, vetbesimin dhe vendimmarrjen në moshën madhore. Zgjedhja më e mirë. Çfarë mendon ti për këtë? Le të flasim. Pika 7. Çfarë do të thonë njerëzit? Çfarë do të thonë njerëzit? Kjo i tregon fëmijës se opinioni i të tjerëve është më i rëndësishëm se mirëqenia e tij. Fëmia fillon të ndihet si një turp potencial për familjen. Ai zhvillon një frikë të madhe nga gjykimi social, duke u bërë i varur nga miratimi i jashtëm në jetën e rritur, ankth social, vështirësi në marrjen e vendimeve personale dhe një ndjenjë e vazhdueshme se duhet të jesh perfekt për të mos turpëruar familjen. Alternativa, më intereson si ndihesh ti, çfarë është e rëndësishme për ty? Pika 8. Po iki dhe nuk kthehem më. E fundit, por jo më pak e rëndë, po iki dhe nuk kthehem më. Shantazh emocional që përdor frikën e braktisjes. Fëmia përjeton ankth të thellë çdo herë që prindi zemërohet. Kjo krijon pasiguri të madhe në të gjitha lidhjet emocionale të ardhshme, frikë nga braktisja, klinginesë ose, përkundrazi, mbyllje emocionale. Pasojat afatgjata mund të jenë çrregullime ankthi, vështirësi në besim dhe marrëdhënie të paqëndrueshme. Në vend, jam shumë i zemëruar tani, por do të qetësohem dhe do të flasim. Unë nuk po iki. Jam këtu. Përfundim. Për mbledhtas, këto 8 shprehje mund të duken të vogla në moment, por ato grumbullohen dhe formojnë bazën e besimit që fëmia ka ndaj vetes dhe botës. Mesazhi kryesor është i thjeshtë por i fuqishëm: keni kujdes me fjalët tuaja. Fëmijët nuk kanë nevojë për prindër perfekt, por për prindër që janë të vetëdijshëm dhe të gatshëm të mësojnë. Nëse ke dëgjuar ndonjë nga këto shprehje si fëmijë, dije se nuk je fajtor, ti mund të shërohesh duke ndërtuar zërin tënd të brendshëm pozitiv sot. Nëse je prind, fillo sot me ndryshime të vogla. Fjalët e mira ndërtojnë zemra të forta. Faleminderit që e shikove këtë video deri në fund. Nëse të pëlqeu, mos harro të bëni like, subscribe dhe të ndash me prindër të tjerë. Në komente na thuaj, cilën shprehje ke dëgjuar më shpesh ti ose ke thënë ti? Le të bisedojmë. Kujdesuni për fjalët tuaja, ato janë fuqia më e madhe që keni për të formuar një brez të shëndetshëm emocionalisht. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.